siç ata e bëjnë politikën në parlament, edhe gjyqi, edhe hetimi bëhet në për institucione. Rasti konkret është, jemi seancë gjyqësore. E kupton? Që dhe po ta lejoj ligji nuk mund të mblidhemi tek zyra e Ramës me avokate me të pandehure e kupton? Pra kjo është shiko. Kjo duhet sqaruar një herë mirë. Gjyqi bëhet në gjykat, në sallën e gjyqit. Dhe nuk ka më gjyqje jashtë, nuk bëhen më, nuk ka më. Dhe lirimet me kusht të personave që janë të burgosur që bëheshin në përburgje dikur, sot bëhen në sallë të gjyqit. Nuk ka mbyllur këtë histori. Kështu që ai do të paraqitet atje. Nëse ai do të rezistojë të mos paraqitet, ose të paraqitet dhe refuzoj të dëshmoj, këto janë vepra penale për cilat ai përgjigjet ligjërisht. Dhe në këto raste bëhet shoqërimi detyrueshëm. Si është ky shoqërimi? Ja, pra, ai thirret një herë, ai refuzon ose nuk paraqitet, thirret për herë të dytë dhe pastaj komunikimi bëhet nëpërmjet policisë shtetit, e cila bën shoqërimin. A besoni ju se do të jetë rasti? Jo. Po nuk besoj që zoti Rama është në këtë nivel që të mos kuptoj, unë besoj që ai kjo s'do një përgatitje posaçme juridike, po ai ka mjaftueshëm këshilltar aty që t'i shpjegojnë një procedurë kaq të thjeshtë. Por që sigurisht Meraku që do ketë Rama është pjesa politike që ai e ka ruajtur vazon deri tash të pathyer për të treguar se e kuptoni kush është Rama. Rama çarmatosi oficerët e BKH-s. S'duhet të futen ju, i thanë në kryeministri. E kupton pra, këtu nuk futet njeri. Mbrojtja që i dha Belinda Ballukut, ne nuk prekemi. Jo, tash i bie të shkojnë në gjykat. Ma lërë më pas, ta avokat se do të pyes gjatë, ta trajtojmë pak të çështjen e dosjes Partizani. Më thatë pak më parë që e kam dëgjuar dhe këtë e kam dëgjuar dhe atë, ju jeni avokat dhe flisni me terma ligjor pa diskutim me shumë respekt. E keni dëgjuar dhe këtë pjesën, tani, për të futur pak edhe në gjyrime politike, që Berishës i intereson mbrojtja nga ana e Ramës dhe prandaj do të jetë Rama në gjykat për të shmuar. E keni dëgjuar? Jo, e kam në portale të ndryshme, në studiot ndryshme televizive, është truar për diskutim. E keni dëgjuar këtë? Shiko. Ju duhet që kuptoni, unë të ditë kam kuptuar shumë. Pra çfarë kam kuptuar? Kam kuptuar rolin e Ramës. E kuptoni, jo vetëm në media, po dhe në gjykat. Dhe ky është një bumerang për Ramën. Thirrja e Ramës në GKK, e para një herë provon te çdo dyshimi që hetimi ka qenë i anshëm, thellësisht politik, mos thirrja e dëshmitarit kryesor është një skandal. E kupton? Ashtu. Dhe kjo nuk është bërë se prokurorët nuk e kanë ditur se çfarë vlerë ka ky dëshmitar, por sepse ata kanë qenë në krah të Ramës. Ju e dini që Rama ka ecur mirë. Goditi gjithë opozitën dhe çonte edhe ca zëvendësministrat vetët, edhe ecte paralel dhe thoshte se godasim dy krahat. Kjo ka qenë regjia deri atëherë. Tashti u prish kjo regji, dhe ai politikisht ra ajo në fakt apologjia që bënte ai, shpjegimet që jepte Rama, në fakt kjo serioziteti i tij në konsekuenca e tij në qendrim ka rënë që me rastin e Belinda Ballukut që doli në mbrojtje, ndërkohë që e gjithë politika e tij është bazuar tek fakti që ata do të dorëzonin para drejtësisë, e ka thënë Çuçi. Do dorëzojmë pa krah politik, majtas djathtas dhe pa do dorëzojmë Megjithatë, shiko, Berisha nuk ka fakt penal. Duhet vi zoti Rama të shpjegojë që kjo procedurë nuk ka lidhje me Berishën. Sepse dhëndri Berisha... Ku qëndron akuza kryesore? Zoti Gjokutaj, që ta rikujtojmë. Se ka kohë kjo dosje dhe ndoshta duhen qartësuar këto gjëra. Ku qëndron akuza kryesore ndaj Berishës? Bëhet fjalë tek vendimarrja politike apo përfitimi konkret? Jo, më çfarë përfitim ka Berisha? Vendimarrja pra. Vendimarrja, ke marrë vendim thot për ndihmuar dhëndrin. Ky vendim, shiko, 20 e ca vjet e kanë ndjekur jam marrë për maltesë dhe gjithë bashkëpronarët e ti këtë çështje. Tashi, në këto 20 e ca vjet, di sa vjet ka qenë Berisha kryeministër? Që po të kishte ndikuar, e kish marrë më një herë. 20 e ca vjet. Kërkuar që në 96 ka filluar historia. A kupton? Do kish marrë me qindra herë këtë pjesë. Dhe ky është një vendim kolegjial, nuk është i iniciuar nga Berisha si deputet. Po. Dakord? Është nga aleatët, edhe kjo ka rregulluar, domethënë me këtë ligj kanë përfituar gati 400.000 shqiptar, sepse ky ligj përveç se rregulloi marrëdhënie shumë të rëndësishme si prona, për shembull nisida ky ligj ka hequr gjyqjet që 3 dëshmitar merrnin hektar të tëra tokë.
I ka abroguar, i ka bërë nul të gjitha këto vendime. Dhe kjo është kjo shkon në të kundër sens me propagandën që bëhet. Pra ka vënë filtra shumë të fortë që pronari që të dalë në ky proces të jetë pronar real. Kjo është historia. Dhe aty nuk ka vërtet fakt penal, sepse këta janë bashkëpronar, zero para shteti, s'ka lek shteti. Janë pronar real. Nuk kanë qenë të shtetëzuara siç flitet. Kanë qenë të rekuizuara nga Italia të marra me dëshirë pa dëshirë, kundrejt shpërblimit çdo 6 muaj rinovoi. Kapitulloi Italia dhe u mbeti pronarve. Kjo është historia e gjithë kësaj çështje që ta marrin vesh edhe opinioni pa teknikalitet. Rekuizimi nuk është shtetëzim, është marrje përkohësisht për ta përdorur atë njësi për fali të caktuar. Tani, këtu jemi. Për të qëndruar tek pjesa e Ramës, ju konkretisht çfarë prisni nga dëshmia e tij? Shiko, ligjërisht Rama duhet të shpjegoj procedurën, sepse Rama nuk ka qenë një kryetar bashkie i zakonshëm. Ai projekcionin e tij për të shkuar kryeministre ka shprehur që kryetar bashkie, se që edhe kryetari i opozitës, për ishtë vërtetës. Dhe ai ka marrë flamurin për planin rregullues Tiranës, ka bërë shumë nisma ai në lidhje me pushtetin lokal, apo jo. Dhe në këtë kuptim, ai nuk është për shembull një kryetar bashkie kalimtar. Dhe vendimarrjet e tij kanë qenë të përmasave të tilla që kanë ndryshuar shumë gjëra në qytetin e Tiranës. Dhe një nga këto është pikërisht kjo, ndryshimi i destinacionit, sepse këta ngrihen dhe thonë klubi Partizani, një ndërtim shtetëror që e shkatërroi Berisha për Dhëndrin. Një sekond. Dhëndri që pronari tokës. Ndërrimin e destinacionit e ka bërë Rama dhe që se s'ka një sekret tu e ka bërë për t'u dhënë klientëve të caktuar. Nuk e di se si kanë lajthitur në këtë pikë, sepse historia është ato, ndoshta kanë shpresuar që pronarët real do të tërhiqeshin dhe sepse ata kanë drejtën e parablerjes. Drejtën e parablerjes. Klubi Partizani ka qenë i zaptuar asnjëherë, ai nuk luaj sport atje. A kupton, ka qenë i zaptuar dhe për këtë arsye kur janë bërë ndërtimet u është dhënë nga një banesë falas rreth 40 familje, që kanë marrë për të zbutur për plasjen sociale, sepse kuptohet, ata që ishin zaptuar ishin njerëz të pastre. Kushtet ekstreme të statusit të pastre, siç kanë zënë gjithë Shqipërinë. Dhe ne nuk presim që Rama të bëjë apologjinë e zotit Berisha, ne e kemi kërkuar jo të na ndihmojë neve, po të ndihmojë veten. Dakord? Ai të ndihmojë veten, se nuk ka nevojë të ndihmojë Berishën. Pse keni quajtur këtë të gjithë një proces politik? Po ne kemi quajtur proces politik, sepse kjo është në vazhdën e goditjeve. Shiko, diku është dëmi më i madh në këtë çështje? Nuk është sigurisht marrja e zotit Berisha, arrestimi në shtëpi, për gati një vit, në kundërshtim me ligjin, por problemi është që dosja Berisha është dokument i gjallë, një strategjie shkatërruese për interesat e demokracisë në Shqipëri, sepse përdorimi i drejtësisë së re dhe organeve të posaçme në funksion të politikës në magjorance, kjo është vrasje e demokracisë. Dhe kjo kërcet fort. Dhe këta nuk i shmangen dot kësaj pune. Ju e dini zotin Taulan Balla që tha amanetin, tha nuk na tret amanet derisa të fuzim Sali Berishën në burg. Ky është kallëzuesi i çështjes. Ky është autori i kallëzimit. Ky e ka shkruar me dorë vet kallëzimin e çështjes. E ka firmosur zoti Taulan Balla. A mund të quhet kallëzimi Rema ai Balla? Pikër, po patjetër, shikoni, kallëzimi nuk ka lidhje me kërkesën për gjykim me akt akuzën. Po themi, nuk ka fare lidhje. Bile aty thuen të dhëna të rreme, sepse është bërë shpejt e shpejt e njësita. Ta menduan që Berishën do të shmangin pra. Shiko, këta filluan me partinë. Dhe nga partia pastaj kaluan ke individi, ke Berisha. Këta menduan që Berisha do të riqej. Në moment kur nuk po të riqej Berisha, përdorën procesin penal. Ashtu sikur edhe lobimin në Shtetet e Bashkuara, në atë linjë politike të atërshme, për lobim për të dizenjuar non grata. E kupton? Kjo është një fill i vetëm, janë fragmentet të njëjtës optik majoritare me autorë Edi Ramës, se të tjerët s'kishin këllë që të merreshin me këtë punë, po ky që është marrë me këtë punë, dhe ky ka një përgjegjësi të madhe politike në këtë çështje. Por ndërkohë, që është një çështje në të cilën
Ky është aktori kryesor që ka bërë të mundur investimin. Avokat, kam një pyetje. Nëse kjo çështje dështon në gjykat, çfarë pasoje ka këtu për kredibilitetin e SPAK-ut? Po, shiko, kredibiliteti i SPAK-ut nuk ka nevojë të pritet kjo fundi kësaj çështje. Kredibiliteti i SPAK-ut ka rënë dhe po bie çdo ditë. Ju shikoni rastin e Belinda Ballukut, që politika i tregoi dhëmbët, i rrezoi kërkesën dhe këta tash janë futur në përzyra, këta nuk po ndihen më. Ndërkohë që këta duhet të riformatojnë kërkesën, të ndryshojnë akuzën, sa është një akuzë ordinere, shkelje e barazisë tendere për ministri. Ministri ka o pafajësi ose korrupsion. S'ka ministri nga këto histori që përshkruajnë. Edhe prova ka sa të duash, megjithatë është punë e tyre, diskrecioni i tyre. Unë kam bërë një status dhe them gabimet e SPAK-ut, se SPAK-u e kuptoi gabimin, për shembull që bëri me Belindën. Ju e kuptoni kundërsensin. Do shohim Po, se është. pastaj SPAK-u e kuptoi dhe me Irina Gjokën gabimin, se e pushoi dhe atë çështje. Pra e kuptoi që SPAK-u kishte bërë ca budalloqe. A e kupton? Pra, tani, për ta mbyllur me këtë pjesë. Dhe për këto çështje është interesuar det për det. Nga e gjitha kjo, që